Të nderuar xhamat, do të shkëputemi në këtë hutbë nga zinxhiri i haditheve të cilat jemi duke i shpjeguar të librit të Imam Bukhariut Al-Adabul Mufrad, për diskutuar dhe analizuar dhe përkujtuar një fenomen shumë trishtues në mesin tonë. Në glob është edhe më i madh, mirë po na shqetëson ajo çka është në mesin e muslimanëve. Dhe ajo është vetvrasja, që njeriu t'i jep fund jetës së tina me dorën e vet dhe ta përfundon kapitullin të cilin e ka nis Allahu subhanahu wa taala me vullnetin e tina, besimtari duke qenë i përkatësuar në Islam, që t'i jep vet me dorën e vet fund jetës së vet. Thamë në Islam kjo është ndaluar kategorikisht, dhe ulemat e muslimanëve kanë diskutim se i vetvrari, ai i cili ka mbyt veten, a del pi xhenemit ajo? Nga se disa prej ulemave kanë trajtuar këtë çështje si mohim i të drejtës së Zotit te bareke ve teala. Megjithëse shumica e muslimanëve e ulemave të muslimanëve kanë thënë se kjo është një mëkat prej mëkateve të mëdha, i cili mëkat domosdoshmërisht e bën që të i vetvrarit hyn xhenem, mirë po jo domosdoshmërisht mbetet përgjithmonë aty. Po kjo është çështje tjetër që i përket Allahut subhanahu wa taala për në ahiret. Ajo që na përket neve të nderuar xhamat cila është si ka mundësi një musliman, si ka mundësi një njeri i cili jeton me musliman, me morë vendimin me vra vetën, runa Zot. Si ka mundësi të rritë dhe të rejat, me mri deri në atë deregje, sa që mos përkrahja, apo mos kuptimi jetës, apo stresi dhe ngarkesa jetës, apo ndoshta s'ka stres hiç, po ai streson vetën vet, me mri deri në atë pikë që me vra vetën, runa Zot. Andaj përmendëm se ajete dhe hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wasalam kanë ardhur shumë mbi këtë çështje. Mirë po edhe statistikat që e bëjnë edhe më të qartë pasqyrën se çka është duke ndodhur, e bëjnë që muslimani me të vërtetë të shqetësohet nga ky fenomen. Nga statistikat vjetore të atyre të cilat i japin vetës të drejtën me e vra vetën, janë mbi 720.000 njerëz në vit. 720.000 njerëz vet e vrojnë vetën në vit. Dhe kjo statistikë shumë e madhe. Afër 1 milion njerëz e mytin vetën. Afër 1 miliard njerëz janë të deklaruar me angst, pra potencial me mri aty kush duhet. Apo, dhe kjo të ndëruar xhamatli e bën shqetësu se këtë punë. Dhe njerëzit çdo ditë ankohen pi stresit, shumë stres o gjo, shumë angst, ku s'e doroj kërkan. Dhe kjo është shqetësuese. Ti lexojmë disa prej mesazheve që i kanë shkruajtur njerëzit para se me e vra vetveten, që të kuptojnë çka kanë dashur me thonë. E ndoshta bëhet i brat për dikan, që ndoshta është stres, është depresion, është angst, është i ngarkum. E merr këta si i bret, e si mësim, se nuk është ashtu që ka shkruajt. Njëra ndër mesazhet që shumë mesazhe ka. Shumë pra që i kanë lënë mesazhe, po i flasin botrore, jo domosdoshmërisht në vendin ton. Njëra prej tyre cila është dhimbja s'po ndalet, mërzia s'po ndalet. Ja kjo është mesazhi i shumë njerëzve që e vrasin veten. Pra e lajnë letër, testament. Mërzia s'po ndalet, për ditë i mërzitshëm, për ditë me dhimbje, për ditë me pikëllim. Pra kjo s'po ka fund. Dhe kjo ka probleme imanin të ndëruar xhamat. Se dhimbjet dhe mërzit dhe pikëllimet janë pjesë e jetës. Njeri vjen tu kajt në dunja, s'vjen tu kesh, tu kajt. Qeshin ketë, tjerë qeshin. Ama ti tu kajt, ti vjen tu kajt. Për me kajt ata, duhet ti me dek. Ata s'kajnë pa dek. Ata kanë me kesh me ti dërsa je gjallë. A do mishti me kajt po? Andaj njeri si kur do të keshi unë e pak e të kajnë këta. Ama s'bëhet kështu të ndërum xhamat. Kjo bëhet me veprat mira. Andaj shiko kjo munges e zgjidhjes si me hek mërzien. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam shpesh bën të dua, o Allah rum nga mërzia. O Allah rum nga mërzia. Se mërzia të ranon, mërzia të barë. Andaj lutë në Zotin mos ju bëhet mërzitshëm. Dhe thot Ibn Qayyim el-Jauziye, Zoti nuk e do që muslimani mu mërzit, përveç nëse është duke u bë tobe pi gjunave. Ama këta nuk e kanë pas këtë ciklet. Andaj njëra ndër mesazhet e atyre të cilat e kanë vrarë vetveten, cila është mërzia, është e pafundshme. Asa njeriu ka nevojë pak një fjalë të mirë. Sa i ndoshta i mërzitshëm, janë drejt këtë ditën të ndëruar xhamat. Ana fatkeqësisht jemi të rrëthum me njerëz të cilët nuk dinë me ta thonë fjalë të mirë, nuk dinë me ta bëni buzëqeshje. Thot Xherir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur dërsa ka gjallë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam,
kur njëherë nuk na ka këshirë pos duke bësqesh. A mund të barosh gjithat atë mirësi shka e ka lëshu pejgamberi alayhis salam në përmet këtyre veprave të vogla. Tha pejgamberi alayhis salam në hadith: nëse s'kish ka me dhanë sadaka, ti mjafton me ju kesh njerëzve. Edhe kjo është sadaka. Edhe kjo është mirësi. A di se njeri, pse njeri del me dostin e vet? Pse ketja kanë ngarkuar dhe thotë ta pini kafe me këta. Andaj njëra ndër mesazhet e atyre se të kanë vrarë veten, cila s'po duro dhimbta, shumë mërzi, jo dhimbë fizike, jo dhimbë fizike, dhimbë shpirtërore, dhimbë, mërzi, mbikëllim. I duket këtë zi. Dhe kjo thotë s'po përfundon, atë të jap fund. Kjo është mesazhi, një ndër mesazhet më të shkruara.